të mi këtu të në komentu. Yeah. Kraksi, po do të folin ai sa folni, bona po. Më kraks. Po ku je më kraks, po të lypsha o kraks. Ratchet, sorry guys. A din që las më ka dalë alkooli më plak. Pesoj natë. Edhe unë jam të pi ujë mos. Unë me ty klip bak kur mo. Kisha vjetë në barë, mor. Në barë kisha vjetë. A di se kellon skenën e funit e kellon pa në gjëzu. Po, fakte. Ta kryva unë. Okej. Po më thonë, njerës jam të informuar që sonte kanalit të muzikë. Në ora 12 natës, 00.00, del konga e para albumit tem. Që quhet? Bonjour madame. Bonjour madame. Nice. Është në bashkëpunim me Noizen. Është një reper i Shqipërisë. E kemi bo një super kong. Një super video. Unë të thërisht që është nga kongët e mia më të preferume. Yeah. Edhe për albumit tem është njona. Për atë arsye dhe kam vendos me qitë parën. Se kam vendos me kom të hojrit. Me kom të mbarë, me kom djath. Me kom djath. Hadi që kësha që pas qef me bë unë. Yeah. Ta bë një intervistë në 10 pyetje. Na. 10 pyetje. Njerëz ju bëj beqë si kam tërgu asnjë nga pyetjet, as sa ka ide se çka kam i thënë. Asë nësë di kam tregu ty. Okej. A të shkosh ti? A shkoj unë? Po shkoj unë i pari me të parin. Hajtë shkojmë. Blerim, mos sa? Nësë jam edhe. Blerimi? Këto e kena. Okej, po shkoj unë i pari, masi jam edhe ma i ri, ha? Okej, çfarë kuptimi ka muzika për ty? Mënyrë të shprehurit, bro. Si puna sportit, ku ke nevojë për shembull të lesh sa energji të këqija diku. Unë e përdor muzikën si tip meditimi. Shoku më i ngushtë imi është muzika. Nëse s'kam një ditar që shkruaj gjona, e kam lapsin e letrën në kuptimin e fjalës, se tash edhe mikrofonit ose muzikës ja tregoj gjithë sekretet e mia, bro. Perfect. Yes. Can I go? Yes. Para është, sa kon ka album i ri edhe a ka ndaj diss aty mbrenda? Se këto gjona më pëlqejnë mu, bro. Albumi ka 12 kongë. Jo, në këtë album s'ka me dis. Këtë album e kom bo ma shumë në atë aspektin, kom shku ma shumë kom tregu storje tjetës, ma shumë kom shku... Vjena ty. Ka kongë edhe komerciale, po ma shumë i kam prek do tema që si kam prek në emë, herët. Të që i kem dëgju. A ka për shembull njerëz që e meritojnë me i bëni dis ose sqarim, ku me dit? Në sqarim po. Në sqarim po. Dis edhe pak jo. Njëherë jena cool një. Okej. Pashto? Kenaj? Yes. Atë ka shku nërmen e herë, unë e kam shkujt në dialektin e Shqipërisë, po ta dha ma mjetë Kosovës. Atë ka shku në herë nërmen me lonë muzikën, ose në i periull që je lodhë pisoj, ke thonë, nësë është ma mirë me lonë, ose me bona i loj pauze, ose... Me thonë drejtën jo, shka që nën
aktiv, si ta thash, është një mënyrë meditimi për mu. Nëse s'do e kisha muzikën, nuk do dija se ku do i tregoja, domethënë gjithë të histori që kam nga mrena. E përdor muzikën në një farë mënyrë që ti tregoj gjithë të gjërat që kam i tregoj. Kështu që se besoj ta lej muzikën, paktën shpirtërisht, jo. Ndoshta fizikisht edhe mund ta lej deri vi koha një ditë që normal këngë të këtij tipi që bëjmë sot nuk mund të bëjmë Po. derisa të kem fuqi. Inshallah, Allah. Yes, brother. Okay. E dyta. Po, kjo është cila nga këngët e albumit është your favorite dhe çfarë temash përmban albumi pak a shumë. Kujdes, se kemi hangër tash, për me ata që ke bashkëpunime tjera. Favorite është Bonjour Madame. Okay, E kam edhe një tjetër favorite. Të thotë ta tregova. Aha, po, atë është më jo. Emrin që kam vru alo në emrin. Po temat kam me qenë ma shumë tema që si kam cek asnjëherë. Okay. Kam me pos edhe dashni, po edhe mlef. Në atë kuptimin që kam me pos dashni edhe mlef. Kam me qenë është bita dance hall, po kam me pos mrena mlef. Kam me pos dashni. Kam me qenë tema. A jep live report nga jeta jote në muzikë? Po. Ç'a ndodh aktualisht? Po. Okay. Me thonë një gjendje e momentale ose një ndjenjë momentale, një emocion momental, që është vrull për momentin, çaj album më ka kohë, më çaj pjesë e të gjendjes. Kështu që kam me qenë në kohë më ndryshe. Kam me po dhe njerë somet që kjo kohë është shumë më ndryshe. Ka një këshilloj kohë, Vazhdo. Qa ke pos qef, më bo kur ke qenë i vogël. Veç më së më thuj pilot. Jo, kam pas qef me thonë drejtën më bo sportist, karaterist, një farë kohë, masnej kisha qef më bo aktor. Aktrimin e kisha shumë qef. Këto ka qenë, më shumë sportist dhe aktor ka qenë. Sportin e kam pas në gjak të jetën, kështu që mundesh me e kuptu dhe tash. Okay. Përse kom le, përse jetoj e di që jam stërvit jetën time. Okay, bro. A është e vërtet, bro, që me datë 22 tetor 2021 tu ka plotësu ëndra fëmërisë? E disha me që ato s'mi kanë sojse. Asa e masje. Me 22 tetor, bro, të më dhëmë sot masu është 12. Nesër për vika. Po, nesër. Ta pres dhe nesër, ta pres. Vazhdo. Jo. Unë. Okej. Sikur sportist, edhe si dashurues i sportit kur ke qenë i vogël. Na trego kur e ke humbi zhërin. 14 vjeç. 14 vjeç. Nice. Idi. Next. Shati që kështë shku ka qëtër. A ma shumë puna talent, bro. A më shumë puna talent? A më shumë pun apo talent? Si mi do si mi vro, po më shumë pun, se di. Po më që më shumë pun. Më shumë pun, pastaj nëse ke talent dhe zbulon, nëse s'ke... Sens, ashtu më ndodhon. Më shumë punë më nëjë. Cool. Cilin projekt kishe dosht që e ke publiku më herët, kishe thonë sot se kisha pas publiku, edhe nëse se kishe nëzirë asë njerë, po që e ke nëzirë më herët. Janë disa, bro. Janë disa. Për shkak kualitetit të studios
ka pas dikur, a kupton. Vetëm nga ana kualitetit muzikës që kisha pas mundësi për shembull ato të njëjtat tekste me i përdor në bite më të forta ose në studio kualitet studio më të mirë të paktën, kjo mund të ishte arsyeja. Okej, bro. Okej. Nëse s'do isha artist, çfarë të bie në mend diçka tjetër që mund të bëhet gjithë jetën? Gjithë jetën, Diçka tjetër, përveç artistit. përveç artistit. Kisha bo intervista, isha bo gazetar. Ajo s'është e vërtetë se kënë një Se di nëse kisha qenë ende në atë kohën me herët, me siguri kisha qenë ende në lagje. Po që tash ka ndrua dhe rrethonat, ka ndru sistemet e jetës. duhet me pas diçka që për shembull unë mos isha artist, do isha boksier ose kuzhinier. 100% i sigurt. Okej, do isha kuzhinier, do 100%. Po, ke qef kuzhinën. E kish mi hap në restorant bashkë. Po. Mozini. Muzini. Okej, në cilën kong që e ke hull më herët ose që ke me nxjerrë, është 100% komplet historia jote, po është 100%. Është nga fillimi deri në fund. Normal se secila kong është pjesë e jetës, pjesë e... Po, bro, kisha thonë disa kong, është ajo, a bëjmë pak muhabet, është goxha e gjatë, ajo tregon për historinë që unë kam shkuar në Angli në viteve 90. Tregon çka kam bë pak në Angli, u ktheva këtu, tregon se si u zhvillu muzika, si mori përmar. Besoj që ajo bëjmë pak muhabet, ajo kjo si ka emrin kjo më. Kjo e funit bro. Kjo Me dhuratën. jo bro, se ajo është këngë kështu. Ajo freestyle dhe para freestyle-it sa u bë një bro, që u qyt si dis, po nuk ishte dis harrova emrin. Po këto treja besoj. Okej bro. Okej. E kam. Ajo bëj muhabet, po e di cila është ajo. Aha, e gjata. Sorry, kështu është. Bro, a ke bën ndonjë seks në avion, bro? E kisha të njëjtën, bro. Yes, bro, yes. Okay. Bro. Qatë kam jetë paralizu muzikë. Çfarë ka me çfarë? Paralizu muzikë, qatë kam jetë o diçka që e ke. Të thonë drejtën, bro, unë i kam të kalu ato që kishan mund. Pritshmëritë. Pritshmëritë mia. Jashtëzakonisht, për një moment në Shqipëri, vit 2008-2009, e kuptova që po bëhem goxha i famshëm në përlagje, por kur pash fitimet që ishin shumë qesharake të vogla, thash, wow, kaq është domethënë ti je i famshëm në Shqipëri edhe kesh këtë lloj fitimi domethënë shumë bëhet fjalë fitime qesharake ku i mendojmë sot, e kupton? Edhe disi në një farë mënyrë u ndjeva shumë i boshatis, shumë i dëshpëruar, shumë ta fiktasë më ftofi kjo. Thash me vete, nëse kjo nuk ka fitime, nuk e di se çfarë mund bëj, e kupton? Se nuk u jetonte me ato lloj përfitimesh. Deri domthon aty ishte ai dështimi më i madh në kokën time për muzikën. Por pastaj morën gjërat si morën, edhe me thënë drejtën pritshmëritë kam kalu. Kështu që jam happy, edhe nëse nesër nuk bëjmë muzikë, jam shumë mirënjohës nga gjithçka që kam arrit, gjithë njerëzit që kanë pas bashkëpunim me mua dhe unë me to, gjithë fanët që më kanë suportuar deri sot, I'm thankful for life, bro. Më pëlqej. Asi s'me kena kërkan të nga të Turkit, t'ja vojna njëllin tjetërën. Okay, bro, sa klikimet e merr mendje që kam e marrë kohë nga në 24 orëve? A bëjmë pas? Me bas që është të e thonë, pashat madhe zot. Bëjmë pas, bro.
Pa kush ja plot më shumë? Ti i pari. Pra, mund ta bëna pyetjen ty, më sa qinon. Unë jam të dy, jam të treshi dhe të katërshi. Wow. Unë jam Si- unë jam mbi unë jam mbi 2.5. Unë jam nga treshi dhe të katërshi. Po basin, qa basi ishte? Unë s'pi mo alkohol, ta dish, mos më thuj për alkohol. Ato kisha më të thonë. Nëse shkon mbi 3, direkt kam unis për dorë se dhe kena me i prap live edhe kena me pi shumë. Okej. Ashtu. Është mbi 2.5. Jo, 2.5 letë, është mos koma nalë. Qysh A? qysh e lan vlla, nëse shkon 3, fiton ti. Po. Po nëse shkon Jo, nga 2.6, penal, deri te 3.6, fitoj Aha. unë. nga 2 deri në 2.5 fitoj unë. Kemi pi 10 shoca të cilit alkooli që tham unë. Po, Me video kemi me bo. jo, me video. Okay. Ha, jepi. Okej. Kjo pyetje është shumë e bukur. Nga gjitha pikpamjet. Mhm. Dogi në Ferrari apo në privat jet? Wow. Një privat jet, bro. Special. Me pas sa me Edhe në Ferrari nuk është keq. ngush, bro. Në kush be bro, në kush. Dal jashtë. Me qëlluni preferar me qëlluni peqeron e shkatro, bro. Bro, Mi janë gjitë në i gomone Ferrari, të dhe me dojnë. bro, femna ti ke qef klasja po nasti, s'munësh me thonë të dyja. Nasti. Nasti, ha? Me ta në të vitet që më tërgove ti mu, normal. Ti e ke. Vesh janë ty të sopin që nona drejqit, e diti mu. Nona dhe më ilit. Ti e ke. Pyetja ma pa lidhe që të kam bona janë intervistën që e bon men, pyetja ma idiote, ma banale që të kam bona janë. Pyte që urrej më shumë ti bro është çfarë planesh ke për të ardhmen, ose çfarë projekti ke next, a kupton? Kjo është për herë pyetja fundi, bro. E pyetoj interviste. Qarë planesh ke për ta, me pyetje shumë për me pa lidhe. A kupton? Okej. A më mirë në Kosovë në Zvicër? Në Kosovë, bro. Je? Kosovë. Edhe Zvicra është e mirë me shku me pushu pak një javë, po ka shumë, veç uj, shota, male, rrjet atë. Të no është 2.000 euro për i parë të letës, s'ki faj. Një moterë, një ekspres, më burë. Ku kam shku me parë Best, të lesh me babin tim. Bleu një uj, duket e një, jo, bleu uj, edhe më tha, i tha shumë mjet, se si kisha lekët unë kishte i thash mjet, sa lekët unë blej pak uj, bleva ujtin një thash kusurin, e në pa kusurin tha, qa bëne me lekë më ple? Thash bleva uj, sa bëne ujtin? 15 euro, një zhë uj, thash po, ma pak ujtin, tha ma uj, e mori ujtin, thash, qa ke më? Thash të pak, tha, qa ka ke ujtin më dalë? Qa ka ke ujtin? A unë atje ka? Ja, Ti e këtë fundet, ha? ti e ke, se bëna pyetje kush më ku më mirë. The last one. Okej, 3 fjallë për muzikun. Talented. Shumë zemrën e mirë. Zemrën mirë është dhe dasha mirë, edhe familjar, bro. E vuna re për ato. Thank you. Super. Thank you, bro. Kush nga s'mo më shumë fan në koncert, ti apo Getinjo? Getinjo. Getinjo nga s'man më shumë. Ja,
Ma përshëndet shumë. E përshëndesme shumë me siguri është të na po. Ja, man. Okej, okej, bro. Ja, I ishte përshëndesme. shumë I e madhe. përshëndesme gjithë shqiptarët. Kudo që po na shohin. Keftu na dum, edhe ti e din që qokat kthehen në qok. Kështu që shumë shpejt e kena edhe një surprizë tjetër mos kësaj me kismet Zotit, jena mirë, jena shnosh. Yeah. Aty e ke edhe bosin nëse humb me klikime, aty e ke. Se Po, alkohol të më thonë se duhet në majt tash, bro, s'kam që me bo.